Listën e diskutantëve, sipas nel 74.2 të rregullores, zoti Berisha keni fjalën. Të dashur qytetarë dhe qytetare, zonja dhe zotëri deputet, zonja drejtuese e seancës. Nuk ka akt më absurd se kjo që propozoni sot në parlament. Nuk ka akt më cinik ndaj 30-40% shqiptarëve që jetojnë me çurkun e djersës së ballit. Nuk ka qëllim më cinik ndaj tyre, më të pashpirt. Vini këtu pasi keni hequr subvencionin për naftën fermerëve në kulmin e krizës për naftën. Njëri normal në botë që mund të imagjinojë një vendim të tillë nuk ka, përveç atij që tani e ka kap të merri nga tërmeti, të merri nga ky tjetri, të merri nga ai, të merri nga ky, të merri nga vetja e tij, që s'vjen parlament fare, s'ka frikë dhe ty të ka frikë tani. Po, që është i tmerruar dhe që s'di ç'bën. Pra, vini këtu. Po që ka këtë turpshëm. Po unë i maksisëm kur të kaloj mbi 220. Fshatarve më të varfër të Europës. Kjo është politikë shpopullimi. Shpopullimi. Është politikë Çubriloviçi. Është politikë anti-shqiptare. Fermeri Maqedonisë e merë me 1.000 lek naftën, me 100 lek naftën, qytetari me 150 lek. Si e shpjegoni ju këtë? Kryehajduti i Shqipërisë me taksën më të lartë në botë mbi litrin e naftës, i detyron shqiptarët të blejnë atë me 2.2 euro. A do në që u lezojmë? Një, prisit në zjeri tabel këtu. E pastaj tek telefoni. Në Gjermani, dje nafta në pomp ishte 2 euro. Në Shqipëri, nafta në pomp 2.2 euro. Pardje, më fali, pardje. Rroga në Gjermani 6 herë më lartë se në Shqipëri, 8 herë më lartë. Pra, këto e në akte cinike, po a e dini ju sa u merri qytetarëve në TVSH-n e naftës me 220 lek litri? A e dini apo jo? 10 milion euro inkasoni për rritjen e rriti, mos u përzgjej, se ma mirë mos flisit pakten. Gjersa ai ju braktiseni, gjersa ai nuk guxon të vi këtu, s'keni pse mbroni ju atë mor. Po ju lutem mos ndërhyni. Nuk keni pse mbroni ju atë.